Duhet I falenderoj të gjithë ata që besuan dhe mbështetën Edi Ramën dhe Partinë Socialiste për të vijuar rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. 2 në 3 votues nga jashtë I kanë dhënë besimin Edi Ramës dhe Partisë Socialiste për ta përmbyllur këtë rrugtim historik të Shqipërisë sonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe t'ju them të drejtën, kjo javë ka qenë një kontekst I bukur dhe historik, sepse me njerë pas zgjedhjeve Tirana u shndrua në kryeqytetin evropian duke pritur edhe samitin më të madh edhe për nga pjesëmarrja e udhëheqësve të zhvilluar deri tani nga komuniteti politik evropian. Dhe duhet I falenderoj dhe ata që nuk na votuan, sepse të tilla janë zgjedhjet, 1 ndër 3 menduan që mund të jetë dikush tjetër, forca të tjera politike. Dhe kjo na jep edhe atë frymëzimin për të punuar më shumë gjatë këtij mandati, për të arritur besimin. Unë jam shumë I sigurt që në vitin 2029 do të jenë më shumë bashkëdhetarë që do të regjistrohen për të marrë pjesë përsëri në zgjedhjet e votuesve nga jashtë. Sepse në këto zgjedhje ndoshta koha ishte e shkurtër, nga 26 korriku kur miratuan kuvend ndryshimet që I hapën rrugë votës nga jashtë, koha nga KQZ-ja për KQZ-n ishte e shkurtër, koha e regjistrimit ishte ndoshta e shkurtër, koha e votimit ishte e shkurtër, por siç e thash, gjithçka u përmbyll me sukses të plot. Duhet I falenderoj edhe numëruesit ose le të themi të gjithë antarët e komisioneve të vlerësimit, administrimit, detonimit të votave nga jashtë. Këtu në Parkun Olimpik ka qenë një maraton si asnjëherë tjetër, pra nuk ka pasur një KZAZ në Shqipëri në këto vite nga viti 2009 kur u përdor ky sistem numërimi nga 2005 në fakt, kur përdor ky sistem numërimi I përqendruar. Kanë bërë një punë të lavdrueshme edhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste edhe përfaqësuesit e opozitës në komisione apo në grupet e numërimit. Edhe në këtë moment që flasim ndërsa po mbyllim procedurbalet e fundit qarku e Elbasanit, të gjithë kanë qenë në krye të detyrës. I uroj gjithë ata që fituan, I përgëzoj dhe gjithë ata që ishin shumë pranë por nuk u zgjodhën. Në fundit kjo është demokracia. Ka pasur disa kërkesa kandidatët, në fakt disa pretendime nga kandidatët e Partisë Socialiste që nuk kanë mundur të fitojnë një mandat deputeti, se është keq lexuar vota e tyre gjatë procesit të numërimit duke kërkuar dhe pamjet filmike. A ka një përpjekje nga ana juaj për të ndaluar këtë proces nisur nga një pjesë e kandidatëve socialistë? Kodi zgjedhor I ka të përcaktuara procedurat që ndiqen në këto raste, por mos harroni asnjëherë që falë përpjekjeve të Partisë Socialiste kur ke qenë në opozit për të bërë transparencë në procesin zgjedhor, mos harroni që në një fazë të dytë pas këtij momenti është vetë Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I cili përzgjedh një pjesë të kutive të votimit në gjithë territorin, rreth 1/10 e kutive të votimit të gjithë territorit që do bëjë transparencë. Kështu që ti lëm Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ta bëjë Komisioni Qendror I Zgjedhjeve të transparencë. Ndërkohë që mos harroni që kodi zgjedhor përcakton shumë qartë që palët që mund bëjnë ankimime janë vetëm partitë politike. Po ndërkohë sa I takon palëve mund bëjnë ankimime, por kanë të drejtë dhe kandidatët kërkojnë të kenë në dorë pamjet filmike për të përsëritur, për të thelluar më saktë pyetjen e kolegës. A I keni bërë kërkesë ju disa prej kandidatëve tuaj që të tërheqin këtë kërkesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kush prej tyre ka reflektuar pas thirrjeve tuaja, por edhe të kryeministrit, patëm një mesazh një ditë më parë për ti. Ajo që unë thash dhe që vlen të theksohet në këtë moment është që secili ka të drejtë për të kërkuar për të bërë transparencë, por fal parashikimeve të vendosura në kodin zgjedhor prej shumë vitesh tani më, është Komisioni Qendror I Zgjedhjeve që do të bëjë një transparencë të plotë të këtij procesi në një fazë tjetër. Ndërkohë që të gjitha palët që kanë le të themi pretendime, ka një mënyrë se si bën këto pretendime dhe unë u shpjegova, kodi zgjedhor parashikon që partitë politike kanë një proces, ju keni qenë dëshmitar këtu të një debati I cili ndoshta na vonoi disi dhe kjo është arsye që jemi të martën e dytë pas zgjedhjeve ende këtu në sallën e numërimit të votave në Parkun Olimpik,
pati një pretendim nga Partia Demokratike për të ndarë veç mas votat që kishin ardhur nga Greqia. Ajo e rriti kohën e numërimit dhe prej këtij momenti, pas tabelimit të rezultateve, të gjitha palët mund ruajnë të drejtën e tyre të parashikuar në kod për sa i përket ankimimeve. Ndërkohë që unë insistoj, e kuptoj pyetjen tuaj, por unë insistoj që transparenca në këtë këndvështrim, edhe për shkak të numrit madh të orëve të gjata të pamje filmike, më mirë se sa e ka bërë KQZ-ja nuk e bën dot as